90% e njerëzve bëjnë një gabim fatal. Kur ju bie një krizë personale, ose familjare, ose profesionale, mohojnë të vërtetën. E vërteta është aq e dhimbshme, aq e rëndë për të mbajtur, sa që ju bie më mirë që ta mohojnë. Mirë, po ky lloj mohimi, që është atë një lloj verbërie psikiatrike, mund të shkatërrojë jetë. Jo vetëm të tyret, po edhe të njerëzve që ju ndodhen përreth. Kështu që unë sot do t'ju sjell një film që është Mumia e Lee Cronin, që ja dedikoj Ingjit, një ndjekse e kanalit që ka kërkuar që të flas për këtë film. Ingjit, përshëndes. Edhe mes këtij filmi do të kuptojmë cilat janë këto mekanizmat e mbrojtjes toksike. Le të shohim pak përmes këtij horrori që na sjell Lee Cronin, përmes gjithë forcave demoniake, posesioneve, gjakut, traumave. Në fakt na jep një leksion brutal mbi mosditjen e menaxhimit të traumës. Ky është problemi. Më ndiqni. Cila është struktura? Çfarë tregon filmi? Është historia e një familje dhe e një vajze të vogël, Katie, e cila zhduket në Egjipt pa lënë asnjë gjurmë. Për 8 vite që familja tenton të ribëjë një jetë të re, Katie rikthehet. Mirë, po rikthehet në një sarkofag e gjejnë në një varr të vjetër egjiptian, guri, e gjitha e mbështjell si një mumie në fasho. Dhe është e dukshme që Katie nuk është më e njëjta. Mirë, po çfarë bën familja? E mohon faktin, është krejtësisht e dukshme situata, megjithatë ata e mohojnë dhe e presin duke e konsideruar atë që është e dukshme sikur është thjesht një sindrom e traumës që Katie, që vajza ka kaluar. Pra thjesht si një lloj sindrome post-traumatike. Kjo quhet anosognozi sociale, verbëri sociale. Pra kur ti nuk je i aftë për të përballuar dhimbjen e asaj të vërtetë që e shikon mirë se çfarë është dhe e mohon, se nuk e forcën emocionale, nuk e aftësinë e duhur për ta përballuar. Mirë, po kujdes, sepse këtu gjërat bëhen akoma dhe më interesante. Sepse filmi premton një lloj paraleleje metaforike. Pra i flet pengmarrjes edhe abuzimit minoril. Po të shohim edhe fillimin e filmit, mënyra se si vajza merret përmes çokoladave, përmes lojrave, përmes fjalëve të mira, tentohet që të përfshihet në vorbullën e asaj që do të ndodhë mbrapa, pra tërhiqet përmes këtyre gjërave që në fakt i flasin mënyrave se si trafikantët tërheqin fëmijët në rrjetet e trafikimit. Është një film që në fakt hap shumë premisa edhe ka shumë ide brenda që do të trajtoj. Këtu tani një fëmijë që kthehet mbas traumës, mbas një traume të ndodhur, a mund të jetë më i njëjti? Dhe familja ka dy rrugë. E para, ose me disiplinë të trajtoj atë situatë që e ka zënë, sepse nuk është se gjërat do të ndryshojnë duke mohuar ti, ose përndryshe të luaj rolin e viktimës. Më vjen një pyetje. Sa herë në jetën tuaj keni mohuar, keni refuzuar të kuptoni që një mik, një familjar, një bashkëpunëtor ka ndryshuar sjellje dhe është bërë toksik vetëm sepse keni kujtime të mira nga e kaluara me të. Dhe ju e refuzoni atë të vërtetë që po shikoni me sy. Sa herë ju ka ndodhur? Vazhdoj me historinë. Katie kthehet në shtëpi. Mirë, po familja çfarë bën? Mbyll syt. Nëna e Katie mbyll syt dhe ka egoizmin e poshtërimit dhe nuk jep as ndihmën e duhur. Në vend që të kërkojnë ndihmën që ju duhet në këtë lloj niveli situate që janë, ajo tenton të mbajë gjithçka të mbyllur, tenton ta bëjë gjithçka brenda në shtëpi. Kjo është debilësia emocionale, se këtu vjen thelbi i analizës sonë. Debilësia emocionale e maskuar si dashuri është forma më shkatërruese e paaftësisë. Dhe pastaj këtu fillojnë gjitha dinamikat e tjera shkatërruese, jo vetëm për atë si individ, por për të gjithë njerëzit e tjerë që sillen, që janë pjesëtar të familjes. Në një kohë që bën që ajo është e poseduar, pra ai fëmijë ka tashmë një trauma që ka kaluar, nuk e rikthen, është krejtësisht diçka tjetër. Ai është një gjë krejt tjetër.
nuk është më fëmia i saj. Por ajo nuk mund të përballet me këtë, atëherë fillon dhe mundohet të mbajë gjithë kontrollin e situatës brenda në shtëpi. E ndjek i ati nga pas, po ashtu edhe dy fëmijët e tjerë. Ndërkaq Katie fillon edhe i bën nga pak i bën për vete dy fëmijët e tjerë, kundër prindërve. Personazhi më interesant, më karizmatik, i luajtur edhe shumë bukur, është Abuelita, është gjyshja. Gjyshja është tipike personazhi që ka inteligjencën praktike, që di nga jeta, është besimtar, e bën jetën, nuk mbytet në një pikë ujë, e kupton. Ajo është e vetmja që e kupton se çfarë ka ndodhur. Problemi është se e kanë mbytur debilët rreth rrotullin në familje, kështu që është e pamundur që ajo të veprojë. Do bëj një mini spoiler këtu, duke përfunduar edhe ashtu siç përfundon pastaj, sepse jeta e saj shkatërrohet prej vendimeve të së bijës dhe të tjerëve, që nuk din të reagojnë ashtu siç duhet mbas hallit që i ka zënë. Por në fakt Abuelita është e vetmja që realisht vepron dhe vazhdon të jetojë pavarësisht gjithë situatës që ka ndodhur. Edhe sound design, efekti i muzikës që përdor Likronin, domethënë ajo kërcitja e dhëmbëve, lëkura. Janë të gjitha elemente që janë të përdorura dhe janë rezultative sepse sjellin shumë neveri tek spektatori. Ky është film i bërë mbi bazën e splatterit, mbi bazën e body horror, pra horrorit të trupit, por të gjitha këto janë elemente për të na treguar, për të na çu dikun, sepse Likronin do të thotë që e keni vënë re për shembull kur ju vetë nëse ju ka ndodhur ose njerëz të tjerë që e kanë këtë lloj perceptimi, kur trupi e kupton shumë mirë. Pra, kur ti brenda vetes e kupton që ajo që po të serviret nuk është e vërtetë, ti po e mohon të vërtetën. Mirë po ndërkaq, trupi e ndjen, atëherë krijohet neveria. Kështu që kjo është edhe arsyeja sepse Kronin i përdor shumë këto lloj efekte, gjithmonë çojnë dikun, duan të tregojnë diçka. Tani do flas edhe për strukturën kinematografike. Sound designi ishte i bërë mirë, siç thash. Koha mund të ishte shkurtuar pak, është 2 orë një çerek film që në fakt ka shumë momente që le për të dëshiruar. Si fillim, miti është shmitizuar, miti i mumjes. Domethënë për ata që mund të mendojnë ta shohin ose që e kanë parë me idenë e mumjes, filmit dhe ciklit të filmave Mumja, është komplet tjetër gjë. Nuk i kanë qëndruar as pak, nuk ka lidhje. Babai për shembull nga filmi, nuk do bëj spoiler, por nga fundi i filmit, sidomos që domethënë është një version ala Schwarzenegger, ala këta aktorët e aksionit jashtëzakonshëm, domethënë që merrej me forcën e vullnetit, se nuk do flas shumë, me forcën e vullnetit bën të mundur disa gjëra, pastaj një finale që është edhe gati disi groteske, është e pa imagjinueshme për të menduar që mund të ndodhë ashtu. Megjithatë, është të paktën ato 2 orë një çerek film që ti ka marrë, 2 orë një çerek kohë që të ka marrë filmi, të paktën ta jep këtë satisfaksionin final sidoqoftë, nuk të le pa gjë. Kaq për ta përmbyllur. Domethënë mund ta shikoni rahat se një fundi është levend për interpretim sigurisht, po nuk është se është i pakuptueshëm, është i qartë, është ka një lloj kuptueshmërie. Ka hapur shumë në nivelin e montazhit, për shembull fotografia, regjia, siç thash, sound designi janë okay. Mirë po në nivelin e dinamikës, në nivelin e montazhit, në nivelin e strukturës, hap shumë linja tregimi që i let pa mbyllura. Ka disa elemente për shembull që janë futur, që është agjentja egjiptiane, sigurisht që në këtë film i jepet rëndësi gjinisë femërore. Agjentja është interesante se në fillim del në Egjipt, në një vend që patriarkal, në një vend domethënë që ekziston fuqia e burrave, dhe pastaj gradualisht e shikojmë që ajo e heq shamin, është në rroba më europiane, gruaja e fortë, gruaja që do të zgjidh situatë, gruaja që merr përsipër të ndihmojë pa pas nevojën e një burri apo një përkrasi në krah. Domethënë jo është folur këtyre situatave, por që edhe ajo lihet gati si përgjysmë në film, nuk është se ka ndonjë zhvillim për të kuptuar shumë rreth personazhit të saj, po ashtu pastaj është personazhi i profesorit me një montazh me dritë me hije, një herë në dritë, një herë në hije, që nuk ka shumë kuptim, sepse gati duket sikur personazhi i profesorit është futur fare kot, nuk i jepet një zgjidhje, edhe fjala që ai thotë nuk është se ka ndonjë vlerë të jashtëzakonshme për filmin ai sqarimi i tij, kështu që mund edhe të mos ishte fut fare.
Pra janë disa lloj elementesh që në film kanë pasur dëshirën dhe premisën e mirë, por që nuk janë realizuar. Pra ide të mira, po të pa realizuara shumë mirë. Pyetja është, a ja vlen, a do ta këshilloja për të parë? Pra verdikti final është, duke qenë se jemi në verë shumë kollaj, dikush mund ta shoh me ato popcorn në një darkë shoqërore, pra është një film që krijon ka splattering, ka këto elementet e body horror të neveritshëm, qelsat e leximit brenda siç po ju tregoj i ka interesante. Prandaj unë në këtë rast do të thoja që për ata që e kanë pëlqyer si film, ose edhe nëse e shohin ose jo, më mirë të zgjedhin një tjetër prodhim të Lee Cronin, sepse ky realisht duket sikur është parodia e filmit që bëri para një 3 vjetësh në 2023-shin, që ishte Evil Dead Rise. Ai aty tashti kjo lloj mënyre, ky lloj grotesku, ky lloj horrori që prek treshin, komicitetin absurd, është shumë më organik aty, vjen shumë i mirë kuptueshëm aty, është më interesant aty sepse edhe montazhi është i bërë shumë më mirë. Edhe se sa te këtu e merr shumë seriozisht veten filmi. Po ndërkaq kalon nga momenti i një horrori të neveritshëm te një moment komiciteti, momenti i biskotave që hahet, ai rasti që ndodh me ato spërklat e gjakut rreth rrotull. Prandaj unë shumë do të kisha këshilluar Evil Dead Rise, po të Lee Cronin të 2023-shit, gjeni më mirë atë dhe shikoni atë, sepse ky thash është si parodia e tij. Parodia e tij, po tek ai funksionon ky lloj horrori, sepse ai është një vazhdimsi e The Evil Dead i 1981-shit e i të madhit Sam Raimi, kështu që aty funksionon. Ai është që as punton krijimit të këtij lloj zhanri, kështu që funksionon aty, po jo te Mumia. Këto lloj zgjedhjesh, edhe zgjedhjesh stilistike që ka bërë Lee Cronin. Pra ky është filmi. Tani më rrim te leksioni final. Leksioni final i këtij filmi është që kur filloni dhe kuptoni që ka kalbëzim dikund, marrëdhënie, projekt, punë, jetë, kudo, mos e mbuloni me perde dhe as me fasho, dhe mos filloni të arsyetoni debilsinë me traumat skaluarës, se nuk funksionon, shkatërron jetë tuaja dhe të tjerëve. Kështu që filloni dhe kuptoni ku janë dinamikat, ku ka filluar të prishet çështja dhe filloni mundojeni të sistemoni, jo ta mbuloni. Kush ka ardhur deri këtu dhe e kupton që po përdorim kinematografinë për të folur për mendësi, për të folur për psikologjinë e pushtetit, për elegancën, skillsat, aftësitë, mendësinë në jetë, bëj subscribe, lër like, lër komentin tënd për pyetjen që ne bëjmë në fund. Dhe pyetja është: sa herë ke rënë në kurthin e mohimit të së vërtetës vetëm për të mbrojtur dikënd?